Ndërkaq materiali digital arkivor I ka tejkaluar 20 terabajt. Ky institut është vendimtar në njërin anë për institucionalizimin e kujtesës kolektive dhe në anën tjetër për zbardhjen e plot të së vërtetës historike. Është mbreslëndse sa shumë angazhim dhe kontribut ka në këtë institut. Kur kam ardhur para një viti, me rastin e vitit të parë të punës, kanë qenë 23 të punësuar, tash janë 39 të punësuar, dhe ka një rritje të materialit arkivor, kanë qenë më pak se 190 metra foldera, linjë fizike të materialit arkivor, tash janë më shumë se 400 metra, ndërkaq materiali digital arkivor I ka tejkaluar 20 terabajt. E pash edhe arkivën, pash zyrat të ndryshme, duke punuar në të gjitha aspektet e kësaj fushërimtarie jetike për shtetësinë e Kosovës, por edhe për ardhmërinë tonë, jo thjesht për dokumentimin e së kaluarës. Ky institut është vendimtar në njërin anë për institucionalizimin e kujtesës kolektive dhe në anën tjetër për zbardhjen e plot të së vërtetës historike. Kur kam qenë para një viti, ka qenë vetëm kjo zyrë këtu, në këtë ndërtesë, ndërkaq tash me rastin e 2 vjetorit, I kanë edhe 6 zyra rajonale, në Pej, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovic, po ashtu vlen të përmendet që nga 67 burime të evidentuara që I kanë pasur para një viti, tash I kanë 650 burime nga 14 shtete. Është punë gjigante që po bëhet, është institut I cili edhe merr shumë informacion nga të tjerët, por në të njëjtën kohë edhe prej tij kërkohet shumë informacion nga të tjerët. IKKL-ja është shndruar në një nyje institucionale ku njerëzit sjellin burime dhe të dhëna, ndërkaq në anën tjetër edhe kërkojnë informacion. Në mes në atyre që kërkojnë informacion, unë do të kisha veçuar Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit dhe besoj që një ndër faktorët e shtimit të punës sa I përket hetimit e hulumtimit, por edhe gjykimit e dënimit të kriminalëve nga Serbia që kanë bërë në Kosovë vrasje, përdhunime, tortura e masakra, është pikrisht edhe IKKL-ja. Këtu mund ta gjeni arkivën e gjenocideve të Serbisë, këtu mund ta gjeni dokumentimin gjigant të spastrimit etnik, pastaj të shkeljeve sistematike të drejtave të njerëzit dhe gjithashtu të pasojave dhe humbjeve që ka pasur populli ynë nga okupimi I gjatë serb e posaçërisht nga lufta e fundit, ku dëmet nuk janë vetëm në njerëz, por edhe në ekonomi e në trashëgimin tonë kulturore. Për neve gjithmonë derë që të I prezentojmë arritjet tona si institucion, mendoj që kjo nuk ishte vetëm një raport I punës, po ishte edhe një raport I si lloj progresit që e kemi arritur në fushën e kujtesës kolektive, dokumentimin e krimeve të luftës, gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj Qeverinë e Republikës së Kosovës që kërkesat e tona në vazhdimsi I ka marrë me prioritet dhe I ka adresuar ato në mënyrën e duhur, dhe t'i falenderoj mediat për punën edhe angazhimin që e kanë bërë në dokumentimin e krimeve të luftës, që mbeten një prej partnerëve shumë të rëndësishëm për ne. Faleminderit. Zotëria temi, cilat janë kërkesat që keni pas karshi? Kërkesat që I kemi pasur është mbështetje institucionale për rritjen e stafit, për sistematizimin e tyre në zyra rajonale dhe zyrën qendrore, për hapësira arkivore, siç mund ta shihni edhe nga raporti I cili do të bëhet publik, po edhe nga vetë prezenca juaj këto kërkesa janë realizuar. Për vitin tjetër sigurisht kemi kërkesat e njëjta për zgjerim të hapësirave, për avancim në kuptimin e infrastrukturës fizike, teknologjike, si dhe për mundësi që ta rrisim stafin edhe më tej në mënyrë që ta
implementojmë në plotëni rregulloren për funksionalizimin e institutit dhe sistematizimin e vendet punës, e cila parasheh 74 punonjës.